A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala. Dërgojmë salavatet dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e Kiametit. Para se me fillu ligjëratën, deshta me përshëndet imamin e xhamisë, Afazemin Sadikun, Allah e shpërblet për ftesën. Allah ju nderoftë edhe ju si xhamat që na dhanë mundësinë me i thonë disa fjalë me qëllim që me përfitu për njëri tjetrit. Sot për juve zgjedha një temë që ka të bëjë me muajin e Ramazanit. Nga se jemi në këtë muaj dhe temat që trajtohen rreth Ramazanit janë tema shumë e rëndësishme, nga se jep kuptim agjerimit tanë. Ti agjeron, ti mundosh me mbajt Ramazan, mundosh me fal taravijën. Kështu që më thonë, nëse ndëgjon një ligjërat rreth Ramazanit apo të kuptimeve të Ramazanit, do ta shijosh më mirë Ramazanin. Kemi kuptuar më thonë vlerën e Ramazanit. Kemi pas ndjenja të më ndryshe në Ramazan. Sot për ju zgjedhën një temë, disa dietar në kohën tonë thonë që Ramazani mund të definue sikur një shkollë. Sikur personi që shkon në shkollë, i ka disa lënda, i merr disa mësime, edhe në fund e merr atë notën e vet. Ose merr notë mirë, ose merr një notë mesatare, apo mund merr me ngelen. Dietarët e kësaj kohës, disa prej tyre thonë edhe Ramazani i ngjan shkollëse ne që qemi fëmijët tonë dhe vetëm i konë për këta shkolla. Pse kështu ne? Nga se Ramazani nuk është vetëm veti adhurim, vetëm me met unët, me lon hajën dhe pijen, por në vete ka mesazhe. Ramazani duhet me na dhon kuptime. Sikur shkolla që ne shkrimi, nuk është qëllimi vetëm me marr teorinë, por qëllimi është edhe nëse më bëni doktor i mirë, më bëni nëse një zanat mirë që e ki marrën, më thonë me ka një person i dobishëm pasi që e kryen shkollën. Kështu që edhe Ramazani i ngjan kësaj natyre. Ramazani është një shkollë në veti. Edhe ulemaja tani kur ndalen me tregue pse është shkollë, thonë nga se Allah subhanahu wa taala te ajetet e agjerimit thot Zoti subhanahu wa taala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah po tregon thot muajin e Ramazanit e kemi zbritën Kur'anin. Është udhëzim dhe është shpjegim për njerëzit. E tash, pse Zoti po e lidh këtë adhurim me Kur'anin? Më thonë që ka një adhurim që ka të boje me do mësime, me do mesazhe, me do këshilla që duhet mi pas parasysh, jo vetëm me agjeru. Tani vjen ajeti femen shahida minkum ash-shahra falyasum. E kush e mrin muajin e Ramazanit, ne të agjeron. Para se më na thon Zoti që duhet me agjerue, po na tregon që është një libër ka zbrit këtë muaj. Janë do mesazhe, janë do këshilla, duhet mi pas parasysh të mësime. Pra duke u bazuar nga ky ajet, ulemaja thonë që Ramazani është një medrese, është një shkollë, është një kurs, që ne më thonë gjatë këtij muajt, mundemi të marrëmi diçka nga ky muaj, që këtë na shërben krejt vitin që e kemi përpara. Do ta shohim, më thonë, ulemaja që danë këtë shkollë, thonë kjo shkolla Ramazanit i ka 4 lëndë. Në për shkollat ku shkon shkollë mesme, fakultete, i ka 10 lëndë më tepër, më pak e më shumë. Ulemaja e dajnë Ramazani ka 4 lëndë, që me kap më mirë qëllimet e Ramazanit. Lënda e parë e Ramazanit është lënda që ka të bëjë me mësimet e shpirtit. Muajin e Ramazanit ti i merr disa mësime që e godet shpirtin tanë. I merr deshte nuk deshte. Lënda e dytë ka thonë është Ramazan e merr mësimin e edukimit. Edukohesh Ramazan. Deshte nuk deshte, edukohesh me do vepra që ndoshta si ke bën më herët, muajin e Ramazanit i ban. Lënda e edukimit. Lënda e tretë në Ramazan e kemi lënda e sjelljes. Më thonë ne në Ramazan më thonë i marrim disa sjellje, dhe duhet mi pas muslimanin në Ramazan disa sjellje parasysh. Kjo lënda e tretë. Lënda e katërt ka thonë dietar, në Ramazan e marrim mësimin, e marrim atë lëndë që ka të bëjë me shoqërinë. Ti mund të shpjegon shumë muslimani mirë, po duhet të marrë edhe me tjerët. Duhet të kujdeset për tjerët.
Pra këta 4 lëndë, më thonë, i kemi në muajin Ramazan. Do të mundohemi çdo lëndë me i dhon ata mesazhe që i ngërthen në veti, më thonë, muaji i Ramazanit. Pa thash në fillim, muaji i Ramazanit është muaj që ka të bëjë me shpirtin. Cilat janë ato mësime që kanë të bëjnë me shpirtin në këtë muaj të Ramazanit? Cilat janë ato lëndë që ne i marrmi në Ramazanit? Është e para prej tyre, në këtë muaj të Ramazanit, në këtë shkollë të Ramazanit, ne e marrmi devotshmërinë. Bëjmë ma takva. Edhe kjo ka të bëjë me shpirtin e atij që agjeron. S'ka të bëjë me dukjen. Se ka thënë sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Këtu është takvalloku. Pra prej aty fillon njeriu me qenë i devotshëm. Pra më thonë, muajin e Ramazanit ne e marrmi këtë mësim. Në lëndën e shpirtit. Allah ka thënë për të Ramazanit ajeti, la'allakum tattaqun, o ju që besuat, ju kemi bërë obligim agjerimin, juve dhe atyre që ishin para jush, që të bëni më devotshëm. Pra më thonë, kim mësim, kjo lëndë më thonë, mirët, këtë takvallëk mirët në Ramazan. Në lëndën e shpirtit. Gjithashtu, mësimi tjetër që mirë lëndën e shpirtit është mësimi në Ramazan mësomi me qenë më të sinqert. Çish kjo? A keni vetë Ramazani është një ibadet i fshet. Ti mosh me hangë dhe me pije kur të vetmohesh në sobën tënde dhe askush mos me ditë. Ama Ramazani ta jep të edukon sinqeritetin. Edhe këtë ka thonë pejgamberi selam, kullu amel ibn Adem lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana zibi. Çdo punë që e bën i biri Ademit është për atë, përveç agjerimit. Ajo është për mua, thot Allahu, dhe unë ka do ta shpërbli atë. Pra shikoni më thonë, në këtë muaj të Ramazanit, në lëndën e shpirtit, ne edukohemi me qenë më sinqert. E Ramazani e synon këtë më thonë. Ne dalmi, nëse ne e kemi falë namazin për sy e fasi, mirë për neve. Se Allah thotë Kur'an, fawailul lil musallin, mirë për ata që falen. Alladhina hum an salatihim sahun, ata e vënë namazin, alladhina hum yura'un, e falin namaz për sy e fasi. Para më dhe nëse ibadeti nuk ka sinceritet, aja adhurim nuk është i kot. E agjerimi neve në mëson në lëndën e shpirtit, na jep edhe sinceritetin. Pra këta janë ato dy mësime që mëson lëndën e shpirtit. Dalmi të lënda tjetër, që është lënda e tërbijes. Në Ramazan, në shkollën e Ramazanit e kemi një lëndë që është lënda e tërbijes. Ne edukohemi Ramazan. Dhe më kryesorën që ne marrmi në këtë lëndën e edukimit është çështja, është mesela e sabrit. Ne edukohemi Ramazan. E ki përpara ushqimin, e ki hajin, e ki pijen, po s'guxon me prek. Kjo është më thonë lënda e sabrit. Ti mësohesh më thonë me bo sabër. Këtë arsye sabri, nëse ti mësohesh dhe edukohesh me marr sabër, do ta shohësh edhe jashtë Ramazanit ka me të bëj hajër që ky lloj i tërbijes. Dietar kanë thonën sabri është 3 lloje. Sabri në ibadete, sabri për gjunaheve, edhe sabri në sprovash. Sabri në ibadete ne këtë që e bëjmë tash. E ki përpara hajën, pijen, për hir të Allahut bën sabër, nuk han dhe nuk pin. I të bëj sabër për hir të Allahut. Kjo është në sabri në adhurime, në ibadete. Lloji i dytë i sabrit është sabri për gjunaheve. Ban sabër i hik gjunave. Gjithashtu Ramazan e kina sabrin për largimi për gjunave. Si ndodh kjo? E ki përpara ushqimin nuk han. I thu haram është më han. Edukon vetin mu largu nga harami. Gjithashtu Ramazan e kemi edhe sabrin lloji i tretë i sabrit është sabrin sprovash. Ti më thon e shjonat urien, etjen e kije i ban sabër këtij musibetit. Shikoj më thon lëndën e tërbijes në Ramazan ti edukohesh me bo sabër. Shkë Ramazani më dhon synimet sa të mëdha ka. Gjithashtu në Ramazan ne kemi edhe në lëndën e edukimit është edhe çështja xhihadun nefs. Xhihadi me nefsin. Në Ramazan ne edukohemi me bo xhihad. Me luftu me nefsin. Pse ndodh kjo? Nga se një person i cili nuk bën xhihad me nefsin, ai nuk mund ta mundë nefsin e vet. Në Ramazan ne edukohemi, e kemi hajën përpara, e kemi pijen, e kemi dhon bashkëshortën edhe ruhesh. Edhe mësohesh me eduku nefsin. Nga se pejgamberi ka thënë në një hadith, afdalu jihadin an tujahida nafsaka wa hawak. Jihadi më i mirë, jihadi me luftu me nefsin tan.
Tani vjen xhihade tjera me armikun, me shejtanin, njerë vjen xhihadi me nefsin. E ne kemi, më thonë, muajin e Ramazanit, në landën e edukimit, e kina, më thonë, meselen me bo xhihad me nefsin. Ushtrohemi, e marrë me këtë landë. Edhe kjo na shërben neve edhe mas Ramazanit. Gjithashtu në muajin e Ramazanit, prej në landën e edukimit e kina meselen edukohemi me lexu Kur'an, me ndëgju Kur'an, në taravih lexohet shumë Kur'ani. Gjithashtu preferohet jashtë më thonë me bëni hatme. Pari tonë më thonë i kalon me ligjerata, i kalon me çdo aktivitet, janë marrë vetëm me Kur'an. Pse kjo? Në landën e tërbijes mu mësume, në këtë shkollë mu mësuti me lexu Kur'an, mu lidh me Kur'an, kjo me shërbi edhe mas Ramazanit me pas lidhjen tënde me Kur'anin me pas më të mirë. Shikoni më thonë se si më thonë agjerimi në landën e edukimit i ka këto qëllime më thonë. Vazhdojmë të dalmi te landa tjetër, pa thash që është një shkollë agjerimi, në Ramazan është landa tjetër me radhë e treta përmendja, landa e sjelljes. Në Ramazan e kemi një landë e cila quhet landa e sjelljes, landa e ahlakit. Ku e kemi këtë? E kemi te meselja e para për tyre është më thonë me rujt gjuhën. Ne në Ramazan mësohemi me rujt gjuhën. Se pejgamberi ka thonën men lam yada qawla az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'aman wa sharaban. Ka thënë pejgamberi kush nuk e le gënjeshtrën apo vepra sipas gënjeshtrës, Allahu nuk ka nevojë ta losh hajin dhe pijen. Atë po në landën e sjelljes në Ramazan ne mësohemi me rujt gjuhën. Thasi më thaj cili ka disa transmetime, ai cili më thon ban gibet në Ramazan, nuk ka Ramazan. Nuk është hadith, është një fjalë e një dietarit më herët, ka dashur me tregu këtë dietar që s'ki sevape, ti obligimin e ke krye. Po nëse mirësh me gjunahe, nuk e bo i sjellshëm, se Ramazani ka një landa e sjelljes. Dush më ushtru veten që me kon më i sjellshëm Ramazan, që tani pas Ramazanit me vazhdue me kon më i sjellshëm. Gjithashtu prej meseleve që mësohet në landën e sjelljes në Ramazan, në shkollën e Ramazanit, është çështja mes me akthi personit me të keqe. Nëse dikush ka bëu keq, a dush me akthi njësoj? Jo. Në Ramazan, në landën e sjelljes mësohet që me akthije, mi thon unë jam agjerueshëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë fa in imra'un sabahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Nëse vend dinjani ti agjerueshëm, thot fjalë këqija, në çmon, ta shton në iftira, thuaj atij unë jam agjerueshëm. Aty po shkolla e Ramazanit dhe landa e ahlakit në këtë shkollë na jep neve që të keqen mes me kthime të keq. Po mi thon unë jam agjerueshëm, ose mi thon diçka tjetër, ose largo dil pi teme, dil në temë tjetër që është më dobishme e kështu me radhë. Po thonë në Ramazan, në këtë shkollë e Ramazanit ne e marrim dhe do të marrë edhe këtë sjellje. Gjithashtu në landën e sjelljes në Ramazan e kena edhe meselen e faljes. Në shumë hadithe pejgamberi ka thonë kush agjeron në Ramazanit i falen mëkatet. Kush fal taravih i falen mëkatet. Pra më dhënë falja synohet në Ramazan. Njëri du të ketë gajle në Ramazan, në fund të Ramazan me dal i falur për Allah s.w.t. Po djetarë kanë thonën, ti e kërkon faljen nga njerëzit, po ti nuk i fal njerëzit. S'do bën halal njerëzive. Si do Allah ti me të fal, kur ti nuk i fal njerëzit. Se është një rregull në shariat, el jaza min jinsil amal. Shpërblimi është në bazë veprës. Nëse ti i fal, Allah të fal ti. Nëse ti bën rahmet njerëzit, Allah të bën rahmet tije. Pra ne synojmë më dhon falën në Ramazan, por kjo do të më fillu pite ne. Si ka thënë pejgamberi selam, irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama. Mëshironi ato që janë në tokë, ti mëshiroj ai që janë në qiell. Pra më thon kjo mesela është shumë e rëndësishme, ne e synojmë faljen. Kena çef, më thon Allah më na fal gjunat, nuk sa nuk e tona që kena bë, por në raport me njerëzit ne nuk i falna. Do të mbajnë hidhim me vite, 10 vjet, 20 vjet, edhe më shumë do të thotë. E ki vëlla, e ki e kushi, shko më thënë se kërkon faljen për Allah, falin njerëzit. Në këtë fond kemi arrit edhe faljen e Allahut subhanahu wa taala. Pra më thonë në shkollë, më thonë këtë shkollën e Ramazanit e kemi çështën pra, më thonë sjelljen. E përmendëm më thonë me rujt gjuhën, e përmendëm më thonë mes me kthime të keqën me të keq, mes me kthi dhe tjetra më thonë është falë dhe ka edhe sene tjera. Dalmi te lënda tjetër, lënda e që është më që ka të bëjë me shoqërinë. Muaji i Ramazanit është një lëndë që ne më thonë mësohemi jo vetëm për veti,
por mundohemi edhe tjerëve t'ju bëjmë hajër, timi se vëmë raport me njerëzit. Ku e kemi këtë? E kemi te sadakaja. Në Ramazan muslimani do të më qenë më dordhas. Ibn Abbas i thot radiallahu anhu thot kanë Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu an-nas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë mirë bujar. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Por bujaria ju shtonte edhe më shumë në muajin e Ramazanit. Pse kështu ne? Se thot ka thonë Ibn Abbas nga se takonte Xhibrini alayhis salam dhe lexonte Kur'an. Pra njëri që bën ibadet, duhet të qenë më i mirë. Nëse ti ki kontakt me Kur'anin më tepër, falesh më shumë, agjeron më shumë, këtë muj këtë tonë i bëjna. E kjo duhet me rezultue tek sadakaja. Më thonë, a ka të bëjë kjo adhurim me vetën, jo ka të bëjë me tjertë. Më thonë, në shkollën e Ramazanit, ne më thonë, mësohemi, më thonë, me u interesu për shoqërinë tonë. Për fukara që kemi për rreth. E sidomos nëse fukaraja është familjari jotë. Aty për mësën ka thonën, sadakaja, zeqati që i jep familjes tënde i ka 2 sevape. Një si sadaka, dhe e dytja është mos lidhje familjare. Pra më kur i bën mirë, më thonë, familjarit tant, ti më thonë 2 fish shpërblesh te Zoti subhanallahu teala. Për këtë arsye më thonë, mundohemi ky Ramazan, kjo që rimi unët gjithë ditën, edhe që falemi, dikuni duket kjo. Të ban dritë dikan. E nëse nuk ban dritë, më thonë, kjo është problem me agjërimin tonë. Gjithashtu prej seneve që ka të bëjë me shoqërinë tonë, në medresën e Ramazanit që ka të bëjë me selja është zekati i fitrit, sadakatul fitr, ose të ne që si njihet fitrat. Pse i jepën në fund të Ramazanit? I jepën, më thonë, ti noksanllëkët, gabimet, lëshimet që ki pas gjatë muajit të Ramazanit, e i jep fitrat në fund të Ramazanit. Ka se ti ki pas mundësi me bë gabime, dhe ki bë gabime. Se njerëzimi kemi lëshime, ndoshta falemi, po kemi niyetin se kemi asa duhet, leximi se kemi asa duhet, më thonë gjatë agjërimit kemi thonë ndonjë fjalë që se e kemi dhënë Zotin subhanallahu teala, kështu që më thonë ne japmi në fund të Ramazanit, japmi një sasi të parës. Pse kjo? Se kjo medrese e Ramazanit mëson edhe për tjerët më interesu. Jo vetëm më thonë me u interesu për veten tënde. Pra kjo ishte e dyta, e parë ishte më thonë sadakaja në përgjithësi, e dyta më thonë sadakaja e fitrit. Edhe çështja tjetër që ka të bëjë me lëndën e shoqërore, që ka të bëjë me të tjerët, është më thonë bashkimi muslimanëve. Në medresën e Ramazanit ne edukohemi me kon bashk. Këtë shohim te namazet me xhamat, këtë shohim te taravia, e shohim në shumë vepra në Ramazan, më thonë ne jemi bashk. E ky shpirt më thonë edukohet në muajin e Ramazanit. Gjithashtu e kemi meselën hyrja e Ramazanit, dalja për Ramazanit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë as-sawmu yawma tasumun. Agjëroni kur agjërojnë njerëzit. Jo ti ditë më herë me fillu vet Ramazanin, po duhesh bashkë me musliman me fillu Ramazanin. Gjithashtu dhe krye Ramazanin bashkë me muslimanët. Se medresja e Ramazanit, lënda që është më thonë Ramazan, mu kujdes për shoqërinë, ka të bëjë me që ti me fillu Ramazanin bashkë me ata dhe me kry bashkë me muslimanët. Këtë si e themi më thonë, ne shkojmë me vendin tonë, shkojmë me hyrjen e hanës, që ka thonë që më basia e islami këtij vendi, ne fillojmë bashkë me muslimanët Ramazanin, pse që me rujtën këtë shpirt. Me rujt më thonë këtë shkollë, me rujt më thonë këtë interesim për shoqërinë. S'më më thonë valla mua s'më intereson, unë kur duaj filloj Ramazanin, kur duaj e bëj bajramin, jo. Më thonë Ramazani do të më fillu bashkarisht edhe do të më përfundue bashkarisht më thonë. Shikoni vëllezër të dashur, më thonë gjithë të mësime dhe shumë të tjera si kom përmendën, më thonë e synon Ramazani që ne me dalë më të mirë. Nëse ne i kemi parasysh këto pika, edhe mundohemi me i marr gjatë muajit Ramazan, normal që notën ta kemi më të mirë. S'ka nxënësi që është i kujdesshëm, e ngon profesorin, i merr shënime, shkon te shtëpia përsërit, vjen dita e provimit, him provim. Edhe nëse bëhet një doktor i mirë, normal që aty mësimet që i ka marr gjatë shkollës i ka bëu hajër, gjithashtu edhe për neve. Gjithë nasihat e bëhet për Ramazan, gjithë këshilla, gjithë më thon hutbe, normal që duhet me reflektu tek ne një ndryshim. Një ndryshim ka hajri me qëllim që me pas një notë më të mirë. As ka thonë pejgamberi selam, e gjithë ne përmendim o gjallatë përmendim se herë hadithin pejgamberi selam në fund të Ramazanit, si ka thonë pejgamberi selam, ragiba anfi mra'in, më thon u poshtrof një njeri i cili e ka arrit muajin e Ramazanit dhe si shfal gjunahet. Do më thonë pas ka mundësi dikush me kalu muajin e Ramazanit, edhe në fund me s'mi u fal gjunahet. Po pas ka disa të tjerë që vika Ramazani, edhe kalon dhe Allah ja fal gjunahet.
E të kush është kjo? Normal tek ai person i cili ka lënë efekt agjërimi, është bërë më i sinqert, është kujdes për të tjerët. Më thonë, për këtë arsye, më thonë, e këshilloj veten dhe juve, dhe së dashur, mundomi, më thonë, tina në sistem në punët mira. Ashtu si në Ramazan kujdesim për Kur'anin, në 8 Ramazan edhe mas Ramazan ne më kujdes për Kur'anin. Ulemat kanë përmendur më herët një mesele virdi i Kur'anit. Nuk vlen vetëm për Ramazan. Disa muslimanë më thonë mundohen me bëu hatme shumë gjatë muajit Ramazan. Si dalë Ramazani e ka pluni Kur'anin. S'duhet ndodhe kjo më thonë. Nga se të parit tonë të mirë, muslimanët e mirë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët dhe gjenerata të tjera edhe mas Ramazanit kanë vazhduar me pas plan program ditor me Kur'anin familjar. Kështu që më thonë në fund të lutë Allahu subhanahu wa taala Zot na mëson neve ta kemi një Ramazan të bereqetshëm. Mundohemi të praktikojmë këta mësime, këta udhëzime të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të Allahu subhanahu me qëllim që me dalë për Ramazanit me gjunahet të fala dhe në fund të lutë Allahu subhanahu Zot na falë neve gjunahet, na pranon këtë ibadet dhe lutë Allahu subhanahu wa taala ta shpërblen imamin e xhamisë dhe xhamatin dhe këshillin e xhamisë. Allah i nderoft. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.